ma shikus të emisionit Kojshia Show, bisa edhe në emisionin tuaj dhe të unë Kojshia Show. Faleminderit sonte që i kemi prezent Sintashin Ajnër Jashari bashkë me Altin Ajzerin, do të gjithje fort për ta. Përndryshe falenderojmë shumë edhe edicionin se sonte ka orë bashkë me Ajnurin. Thënë që ka zbën një përdoj. Do të gjithje edhe për edicionin. Faleminderit sponsorët tonë atyre që e mësojnë këtë realizim të emisionit, është Europaleta me prodhimin e saj të paletave që tashmë ka fillu. Gjithë ju që dëshironi me përësit paleta me standarde europiane dhe keni me transportu mall për jashtë, me eksportu, lërmërën tek pronari Hivzi Hyseni, faleminderit shumë. Është KS Grupi ai që ka rregulluar skenografin tonë të mrekullueshme dhe që gjendet me lokale fizikisht në Prizren, faleminderit shumë Gjevdet Kaboshi, si dhe është Azteki, gjithë ju që doni me pas një klim të mirë për këtë ditë të ftofta, lërmërën tek Azteki në Facebook, por e gjeni me lokale edhe fizikisht në Shtime në Prishtinë, si dhe në Lipjan, faleminderit shumë Azteki, do të kitje pak për sponsorët tonë. Sonte normalisht që shëdorani dhe kodi etikës gazetareske, do ta marrmi, dhe me thonë, e kemi edhe anën tjetër apo polën kundërshtare. E keni po një emision që kemi pos para disa dite bashkë me Hasan Zenelaj, i cili ka dhënë disa deklarata bombastike. Për me diskutu lidhe mbi atë tim, sonte do të flasim me një nga personazhet që e ka përmend ai, që është mik i këtij emisioni dhe mik i jemi, sigurisht mik edhe gjithë shqiptarëve. Është gazetar me profesion, është analist i njohur, ka edhe shumë poste të tjera, me neve sonte është Fatmir Sheulli e prismi me dorë të gjithet më. Ma shumë që blokat edhe dhe. Minute. Faleminderit shumë çelë. Në Roma gjithë. Dorë të kitje edhe për Fatmirin të relaksiojmë pa. Fatmir, faleminderit shumë që jeni në burg. Faleminderit edhe për jush, Sadri, mirë se ju gjeta përsëri. Faleminderit. A jeni nushëm? Domthonë ke post? Ja, e rraj vetë Zotin, nuk jam i nushëm. Se këta zakonisht ta xherojnë për milion gjinohë. Nuk e di për ata. Ti me ata. sigurisht pas ke gjëna. Jo, unë jam me Zotin paç, domthonë nuk gënjej. Edhe kështu dal shlirë, se ki gole fort? Po shliri na dal gjithë. Nuk e kem problem. Por pikuna. Po të kishin pas rujtë, por ruj ata, ruj këta, më të vra. Po mirë që tash po dalin, mas një 25 vjetë njerëzit me fol. Qish pështu e vëlloj furt? Okej, në regull jem. Më të posë që më kom ka që i furt, shtu gjykë zë në s'ki po vëli furt. Po më që ditë që unë im konë shumëria të farë vakti, po njerëzit, kjo guha është pejtulli, adin tash njerëzit kanë drejt me fol, por dohet me fol me fakte, se pa fakte, tani kur të vinë atje në organet kompetente, sigurisë dhe në organe të gjyqësorit, tani kur thej ke Kadri Veseli, po bujnë ciu. Bravo, ta ndërgjitje për Fatmir. Po bujnë ciu, e qka një me kur i pojë deklaratat e në shtaj ke po emisionin me Hasan Zenelaj? Kush është taj? Po thot që është bashkëluftari i Zahir Pajazit. Unë kur njetë nuk e kom taku atë njeri, nuk e një, do më honë as gjatë dorën, as takue, as aj e ka përmen vrasin e babës temë. Dhe për këtë çështje unë e kom marrë dhe ty si çdo herë. Po e di. Ballhapur që të flasëm për këtë çështje dhe ajo që unë më thonë krejt për çështjet asaj që ai e ka thonë në emision tonën është që ne para lufte, para prej viteve 90, e tutje dikush edhe mrena sistemit sekret Jugosllavisë e pastaj edhe jashtë kena punue që ta kryojmë shtetin dhe t'i kryojmë organet e shtetit Kosovës. Absolutisht po. Dhe këtë punë e kemi bo. Kemi dalë fitues ndaj Serbisë në këtë moment kështu. Dhe sot i kemi organet tona, ata që shpifin, ata që flasin, ata që shohin ondra, mas një 25 vjetë, ka organet të shtetit tash këtu dhe... Dhe më onë ti po pretendon që javë ke lanë organeve të drejtësisë dhe... Absolutisht. E ke që këtë rast. Unë, jo, por gjdo rast që shpifin njerëzit, ose... Kjo shpifje si pas të i... Unë mendoj që shpifin, janë organet ato që e caktojnë, a ka shpif, apo... E si e ndje se, për shumë, e tha në një farfur me shumë çuditshme, tha, a keni pretendu në herë me shpallë babën tanë heru? Qysh pretendoj kaj? Po, jo, tha shumë pa vërteta. E vërteta e vetme është që unë kam pyet për këtë njeri, por tash du me thonë edhe një çështje për cilën nuk e kom ditë, për besë që djali im është shoqëruar me djalin e tina. Dhe djali i tij... Janë shok? Për para ka nejtë bashkë në shkollë dikun,
dhe djali ti ka qenë një kohë gjatë, ka ardhur te unë, ka hongër buk. E besoj që edhe djali jam ka shku te Hasan e ka hongër buk atje. Dhe kjo është një farë pabesie kështu me dalë me fol. Ku kënë këta njerëz vitin 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, etjera. Por po dalin në kohën kur për këtë çështje është bisedue, unë kam qenë i ftuar prej prokurorisë në Hagë, kam dhënë deklarat, kam dalë publikisht edhe para teje, edhe para shumë njerëzve të tjerë në emisione të tjera, e kam pohuar çka kam thonë në Hagë për punë vrasjes të babait, dhe duel para do kohësh zavendës komandanti i shtabit përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, zoti Sokol Bashota, që ishte dëshmitar në Hagë, edhe pikërisht për këtë çështje u pyet nga advokati i Kadri Veselit, advokati i Kadri Veselit dhe Hashim Thaqit. Dhe ai tha që rasti i Malit Shehollit, kjo komunikat është rasti më eklatant që janë marrë vlerësime, janë bërë gjona pa bilihat. E ka marrë përsipër vrasjet pa kohë. Që pa them në Hasan Zeneli edhe Hasanave të tjerë, po ju thëmë përsëris këtu sonte, ushtria çlirimtare e Kosovës nuk ka gisht dhe s'ka pas në vrasjen e Malit Shehollit babës tem. Unë këm marë dhe këm dëgjon e mdjali tina dhe natyrisht që këtë familja kena dashmi ditë që shka rrjedh kjo punë. Dhe mbledhja informatat që ne kemi bërë dalin do giliptera edhe do hoshtapplera edhe do dhunues sërbo-shqiptar që e kanë kryer këtë çështje. Dhe këtu përfundon çdo gjë. Këtu përfundon çdo gjë. Ajo që është pasqyruar në Hagë është e vërteta. Po unë jam shumë i bindur që ata burra kur dalin prej Hagë, këtij Hasanit, e Hasanave të tjerë që ndoshta kanë dalë, kanë folë kështu, do t'ja u tregojnë vendin ku e kanë. Fatmer, mu pëlqen për një rasti që nuk e dasht me shfryzu vrasjen e babojt tanë për ta fituar ndaj post politika për diçka. Sepse tu kanë ofru qindra miliona euro ndoshta edhe prej anës tjetër. Por është vërtet? Unë vetëm e kam kërkuar të vërtetën. Domethënë nuk je shit për Jo, qëre Sadri. Babaj është vranë vitin 97. Dhe në atë periudhë këtu ka qenë sistemi Miloševićit. Në vitin 97 ka qenë sistemi Miloševićit. Nuk u ngrita këtë akuzë kur për vrasjen e tina. Kjo më ka bo mu me dyshue që këtë vrasje e kanë bo kush e ka bo, po kuptën, dhe këmë punue, ju më angazhue. Po qysh mujta me konun e ndahoni biri Maliqit, qysh mu u bona bashkëpunëtori e shërbimit informativ të Kosovës 8 vite, dhe ju mbyllë. Ke qenë pjesëtori shikut? Unë kam krye punë për shërbimin informativ të Kosovës. Stash dhe kena, qëto deshta më tërprej? Dhe 8 vite. A e thikë dhe dikon se vetë po ma qelë gojën burë, e kam edhe një musafir shumë special sonte. A një mërë, se kem problem. Është një gazetori lëmtus, është kryeredaktori i gazetës Papirës, është ish ushtari i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ka qenë pjesëmarrës në 3 luftrat, është vërtet njëri, domethënë që nuk flet pa e menduar dhe pa posfokte. E ftym sonte është Agim Huati bashkë me neve me dartë të kemi pasur. Faleminderit shumë tjerë. Faleminderit shumë. Zot Fatmer. Mirë Roma. Si ne, një mirë. Sot do kiti edhe nërë se Agimi bile ka qenë edhe Agjerum, shumë kër e këftu në emision. Agim, faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit juve. Për një që i edhe besimtori dhe vëtë shumë ti. Po, mundohem shto se jo. Praktikant? Pa tjetër. S'po gëzëme për ti që më të ka mundur Ramazanin? Jo, unë për natyrë jam kështu vetë. Natyrë, faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit juve, mirë. Kem të bisedu lidhe me një emision e kemi pos para një 3 dite, edhe në momentin që e pëtëm Fatmin, kjo e tha një të vërtet tjetër, tha unë e kam qenë pjesëtori shërbimit informativ. Kom qenë bashkëpunëtori i shërbimit informativ. Po, është e vërtet. Nëse s'ka bëjt ti, ku për ditë është e vërtet, a ti ke qena? Po, se i përket meje, do më thonë, në kam publik se antarë shërbimit informativ të Kosovës. Në atë ku, Fatmiri ka bo shumë punë të mira, për mu është një shqiptar shumë i madh Fatmir Sheholli. Ka vepru mirë, ka punu mirë, gjithë që... Ku pëtën, keni qenë edhe ju pjesë e shiku ta kema, po? Po, pra. Fatmirin e moj menë shumë, po kësë më kanë ju mua të hera, së këta, realisht unë e këta po këj mu ju. A i keni rujt a qysh?
E kena rujt prej disa individave saktum. Kërë shikon mi të rujt apo? Rujt ata, rujt këta. Ne kena rujt kuptimin Ju e keni rujt ma mirë. Po. Se më kone këshim rrallë. Mirë, po kjo se ka ditë që ne jem të shku mrapa dhe Dëmon kjo është një deklarat pas, ekskluzive e agivotit, se nuk është pak me thonë në kena rujt publikisht për pranë njeri që ka punu shekëll. A ka mundësi veç pak se për herë por, do më njerin për shok, për herë por, Po se menoj publiku shumë mirë, bravo Fatmir, do të rritë për Fatmir, se menoj publiku që na shojnë me agimit, do në menoj që i kena po publike, do të më thonë është hera e por, një që peshe. Do më ti e prezentove si pjesëmarrës në lufta, edhe si... Gazetar, po se e ka dhe gazetën Papyrus, që është shumë e njërë. Më vjen mirë shumë që i përkasëm gazetarisë, dhe unë jam një profesion, jam është gazetar, kështu ma lumëturu shumë edhe ma te. Unë këtë qështi nuk e këmë ditë kur, që... E, pa pëshe, kur përthat shumë që dëtis po pesat. Këtë punë nuk ma kanë thonë asë e përorët e mi, të Ja, cilët... ja, s'ta kanë thonë po bërgjëm kisit këmrujt, a pëshe. Jo, këtë janë gjona konfidenciale, cilat normalisht nuk bëhen po më ne publike. Nga koshëm keni ruhe? A nga Sërbët, apo nga... Po, kryesisht prej Sërbë, se ka pas ti e din ma shërbimet ndryshme në vendin tonë, që nuk e kanë ndeshtë mirë e këtij vendit. Kjo të më honë argim që vlerësimi i shërbimit informativ të Kosovës pas ka qenë që unë jam këgja njeri i rëndësishëm për ta. Këtë qëllë dhe je. Jo, mos jam. Bravo, bravo, të gjite. Bravo. Ti një me të fotografi Po thëmë publikisht, që mora vesh për herë por këtë qështje, të falenderohem, do më honë, për të gjithat aktivitet që keni bërë. Mu më në falenderojmë se unë ta kom gjithë. Dhe, po, kjo është hera por me një njëri që po ballafaqohen kështu, dhe ju falenderit shumë edhe atyne që juve ju kanë thonë me mërue, edhe juve që keni kryer atë punë me nder, edhe s'po muj me thonë tjetër, po në iftar ta kam bërë smasi për... Bravo, Dardëkit, me një klësh, me një dhe pasi shaban. Pa tjetër, pa tjetër. Dardëkit e për shaban sylin, se i kina shësh, Dardëkit. Fatmir, kësha pos dëshirë, regjia i ka gote edhe dhe thotë, me po aktivitetet tua se shpeshe për dhe një pjo të boshën e vetë, bilet këmë thonë baj gorë. Po ta shumë, kush është Fatmir Shehudin në fakt? Kush është kjo Fatmir? Ti e bashkë me? Këtu, kjo është ambasadori Amerikan, një miki jami... Delavi, apo? Po, Gregori Delavi, një miki jami shumë i ngusht me cilën kemi bashkëpunu shumë ngusht në periudhën derisa ky ka qenë ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Një tjetër foto besoj ka regjia. Këtu jena së bashku me Fatmir Xhelilin, me Haxhi Shalin, me Recep Selimin. Bravo, Dartë Vidje, bravo. Nuk e di që këta që më thojnë do të bashkë kush është ungjën me to. Recep Selimi është një ndër themelues të ushtrisë ligjore të Kosovës. Kena qenë një konferencë dhe këtu kemi bashkë bisedue me 100 Serbë të cilët gjindën këtë pjesën tjetër. E kemi bërë formën e regrutimit të tyre në ushtëritë të Republikës Kosovës. Një tjetër foto, besoj e ka regjia? Kjo është koloneli Cijas. Cijas Amerikane? Po, Jay Carter. Një mik jami me të cilën jam njoftuar në vitin 98, kjo ka qenë edhe në misionin e OSBE-s të William Walker. Kjo është fotografi në ditën kur ka shkuar në pension. Është pensionuar këtë? Po, Jay Carter, tash jeton në Hagë, kemë komunikim të përhershëm. Në Hagë jetën? Po, në Hagë jetën. Më të nxera ta bura, mos bënaj ka ore? Kësmet ata bura do të vinë Kosovë valhapur. Dhe me tek kemi pasur bashkëpunim që nga viti 98 deri kur është pensionuar në vitin 2015. Po një tjetër foto? Ish presidenti Hashim Thoçi. Tu jam me drejtorin politik të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe atëherë me kryetarin e Partisë Progresive Demokratike të Kosovës. PPD-ja ka qenë po. Në kabinetin e tij viti 99 me disa mediume të cilat unë në rolin e përkthyesit të zotit Thoçi. Bravo Bagdad. Me ish presidenti Hashim Thoçi do të pak në kom foto. Lim foto po me çep bashkëpunëtori ti si ti. Vazhdojmë tutje. Regjia keni një foto? Kjo është fotografi përsëri me zotin Thoçi në kabinetin e tij, viti 2000. Tjetër foto? Këto e dy djemtë e mi.
i Meri edhe Alori në vitin 98 synetia atyre dhe për më ju kallëzu këtyne burrave që edhe 98-ën e kena pasu që kënë në shpirtën zemër që këthejnë 2 fëmijët e mi me këtë shpirtin rrit, me shpirtin e ushtërisë lindore. Bravo, faleminderit shumë Regjia. Unë kisha pas dëshirë, se zakonisht nuk kem çaj me fol pa çaj njerëz prezant, kisha pas dëshirë 2 minuta ta ftoj Hasan Zelilin me Viber, është asnjë punë. Jo, absolutisht. Regjia, nëse ka mundësi, do të adro më Hasani pak me Viber, të lutem. Alo, përshëndetje Hasan. Përshëndetje juve, mirë si e. Mirë, faleminderit. Jemi prej emisionit Këshia Show. Inshallah s'na ka harru ka shpejt. Jo, si kam harru, pse? Sonte kam një emision përsëri, e kam Fatmir Shehullin këtu prezant edhe gazetarin Agim Muti. Jem të diskutu lidhën mbi deklaratat tua për vrasjen e Malit Shehullit, që ke thonë e ka bërë grupi i Zair Pajazitit, çka ki me i thonë Fatmirit, është direkt live sonte. Aj vëllaj, kur gjë s'kam që me thonë ma shumë. A ki diçka tjetër se? Pa, veç letor nënë Fatmiri, unë këtu jam prezent. Fatmir, a ki diçka me... Jo, nuk kam, e kam dëgjue intervistën e zotërisë dhe unë e thash që ky shtet ka organet rendit dhe atje do të ballafaqohemi se këtu s'kam Në shkafe të gjatë, Baci Hasan, për dhëtë, unë e kam e qu tek organet e rendit të drejtësisë, për dhe se unë s'kam që kam i thonë ma shumë. Po, unë jam shumë i vetëdijshëm për ato që e kam thonë. Edhe nuk tërhiqna as 1 milimetër, për ndryshe unë e muj hala diçka me shtu këtu, por nëse Fatmiri dëshiron me ndërprej, ndërpresëm bisedën me njëherë. Jo, çka ki me shtuar veç në s'ka problem, kësë s'është për me ndërprej bisedën. Veç, unë jam të prit veç pyetje, unë veç kam deklaru se nga Zahiri... Ti po thu që kam çka me folë alo ma shumë. Çka ki me folë ma shumë? Urna? Çka ki me folë ma shumë, se ti thua nëse do Fatmiri unë kam çka me folë edhe ma shumë. Çka ki me folë ma shumë? Jo, unë veç që dashta mi u tregu rastin që shë kanë tregu. Edhe dashta mi u tregu që Fatmir Shehulli ka deklaru se babën e tij e kanë vra bondat kriminalet Miloševićit, me sa e di one. Bondat kriminalet Miloševićit ne nuk kemi qenë, edhe nuk jemi. Edhe atë qka e kemi për obligim edhe moral, edhe shpirtëror, që aqë qka dim, aqë me sëqaru gjithë kanë. Basasa? Unë... Po? Po. Po, më falë. Unë jam njoftu nga Zahiri se Malit Shehulli është vran nga grupet tona guerile. Po thoj që shumë njerëz, do me thonë që kanë qenë aty, do me thonë pjesëtarët e grupit të Zair Pajazitit, kanë potencu, si që ka potencu edhe Fatmir Shehulli, duke thonë që ditën kritike kër është vran Malit Shehulli, Zair Pajaziti ka qenë në Tiranë ose s'ka bëj? Po, unë e 3 javë ma vonë e kom kuptu për i tina, unë tash nuk e di. Edhe tek ne sigurisht se ka egzistu një konspiracion shumë i thellë, Gjoqët i ka mojt grupet tona guerile, a i konspiracion rrëth 7 vjetë. A ka mësi se... Pra në dëgjërni pak. Po. Se cili grup s'ka pas mundësi me ditë për grupin tjetër. Ta edhe në mirë Fatmiri, edhe din mirë ata që kanë punu me... Po, sigurisht që po. Pra, pjeshtë, po thamë, unë personalisht kur kam vepru në Podujev, kam vepru pa mos. Tek shkolla i Zgjuro Gjakovic, apo jo? Për shkak se kemi dasht me u identifiku si ftyrat e panjohura. Pra rasti tjetër kur kemi shku në Malishev.
bashkë me Zahirin, ne kemi shku pa maska, për shkak se me u pa ftyrat tona, mos me qenë nga personat Malisheves. A ka mos i se? Ka qenë ai konspiracioni që ka ekzistu, pro, s'kemi pas mundësi kur asnjëherë me ditë grupi për grupin diçka. Bacacan, a ka mundësi se Agi Muti është gazetor për do më të aboni pyti, por Nage? Po, letornal. Përshëndetje, zotëri Hasan. Ish bashkëm të lutem, nuk dëgjëm. Përshëndetje i nderuar shumë. Faleminderit. Deshta me ta bëni pyetje. Po, ma shumë, gjem. Urno. Jesë, po më dëgjon. Po. Në vitin 2024, rreth mes dhjetorit dikun, jemi taku në Heb në Mazget, mos gaboj bashkë. Jo, deshta më ndërlidh, s'ka problem, deshta më ndërlidh të çështja e Najt Hasanit që po thu na ka dekonspiru Najti, kështu. Më kujtohet kur ke thonë, unë Najtin nuk e lau ma shoh kërkush, për shoh e shoj vetë, po kërkush nuk e lejë. Është vërtet, e shoj vetë. Po. Qashtu është. Ku të ka thonë shtë, më falë një shpak. Të hibin Ka mësi me bërtit pak ma shumë, të lutem. Po më dëgjon. Po e dash për dëgjon. Faleminderit. Shumë faleminderit, me gjithë se s'pom kujtohet për besë, por unë e kam këto zakon. Nëse unë kam diçka personale me një shok temin, unë veti i krya ato sene. E jo dikush tjetër. Pra, këtu mes me edhe Najtit është boni një ndërhyrje e paskropull. Do me thonë një ndërhyrje që... Po, Bacacan, në sta pyjtë, qka kime pyjtë, Zotë Zaneli. Po. Urno. E ngova emisionin nga kjo studio që keni jap intervistën. Mes tjera është keni thënë që ju me Radio Lidhe e keni komuniku Zahir Pajazitin, tani ma dëshmorin herojnë e kombit shqiptar, i keni thënë që mos kalënin e për, si i thëmë në për asfalt, autostrat, po kalënin e për ara, kështu? Ja, i kam thonë, mushe automjetin gas edhe kalën në ara. Që atë është rafsh, teren e rafsh. Apo i bije kja që sikur nuk ke qenë personi besueshëm ti për Zahirin? Se s'ka ngu Zahiri, se nuk t'ka ngu ty që i ke thonë, birja ora mësë të birë autostradës. Apo, si me thonë, ati lokacioni që ti ke preferu, nuk t'ka ngu ty. Me fjallë tjera ka kalu në për rrugë regionale Prishtinë Mitrovic. Ja, ai ka dasht me hinë dy lëftim edhe ka hynë dy lëftim. Nuk e ka ndërgju këshillë. Vesh një këshillë ka qenë. Po, tjetra që më boni për shtypje, do letra që i ke prezentu këtë në emision. Mas pari, do me ditë, atë ti ka dhonë personi me emrin Reshat Millaku. Po. A diti kush është Reshat Millaku? Dhe kush ka qenë Reshat Millaku? Reshat Millaku ka qenë avokati Hasan Zenilit. Po, ma parë se me qenë avokati Hasan Zenilit, a di ku ka punu Reshat Millaku? Unë nuk paragjykoj ku punoj njerëzit. Jo, po është pyetje konkrete me fakt të argumente. Për djenin tonë, nëse ti nuk e ke ditë, po ta shpjegoj. Reshat Millaku ka qenë ish prokuror i regjimit të Slobodan Miloševićit, zotëri. Unë nuk e di. Dhe përveç tjerash, ato fletë që ti prezenton, që i ke prezentu në këtë studio, janë të formës mënyrë kompjuterike të shtypura, gjë që në vitin 1997 ne e dim si ka funksionu gjyqësori apo prokuroria në këtë rast, kanë shtyp me makinat shtypit, shkrimit, e ki parasysh. Po, qashtu janë shtyp, pra me makinë shkrimit. Dyshimet janë këtu, të unë do më thonë si gazetar. Apo më lënë pak, veç pak të lidhen. Po? Dëshime, kur të thehet kere, a keni një fjallë që gjinë në rrugë bëdë? Jo, bre, falë, tani do të dalë. Zotri Zaneli, mu më ka rastisht rastit tje me njën nga kafeterit e kryç qytetit këtë rast Prishtinës, dhe ju keni qenë me një person, unë s'kum desh mja për me anemni, po... E nali. Apo më falë. Unë s'kum desh mja për me anemni, po tija ke për me anemni nga kjo studio. Fjallë është për Jakub Ismailin. Po.
Dhe unë kam qenë me një tavolinë afër teje dhe Jakupit. Besëm, kur e ke përmend ti atë natë këtu në emision, mu ka thonë shumë ajo që ti e ke përmend Jakupin. A di ti që ke thonë, i ke thonë tavolinë Jakupit, une, Najt Hasanit, kam ja bo në kështu, se s'po du më shprejtar se jena në emision, a i ka bo porën e si kam as 200 euro në bankomat. Ja, si kom thonë në ashtu heq. Po, është shumë e vërtet kjo, se nuk po gjenje, edhe ke thonë, falinderum, e ke thonë që Dibra Mfylli është pa shtëpi, është duke jetu me qira. Unë në nënë kam ja bo kështu, që kuj kam fakte, kuj kam argumente, i ke thonë Jakup Ismalit se unë kam shumë respekt për Jakupin, po me se ka përmen, po do me thonë, po i bjen që ka shantazhu. Po sa po do me thonë që i shantazhu? Po që ka shantazhu? Po ke menu me shantazhu. Qashtu po thotë? Që s'pët një, ti kazator. Inderum, unë flasësh me fakte me argumente. Po do me mbu, apo jam qenë telefonin krejt. Po, vishë të lutë të gjë. Po. Kjo nuk është hera e parë që Hasan Zeneli e Najitin e shtyn me këto letra. Une nuk i bëj këto për ato sene që po mendon ti, edhe që po pretendon ti. Hasan Zeneli, ti je antar i shtatit përgjithshëm. Hasan Zeneli, ju jeni antar i shtatit përgjithshëm, lutem. Që nga viti 2002 nuk ka gazet, nuk ka që ato që ka mujt, që nuk kemi kërku logari, jo logari, po kemi kërku që të sharohet rrëth ti problem. Mirë, vetëm pak du me të bëhen një pyetje që to. A janë të besueshme që ato letra që ti i ki, ku thot për Najitin kështu? A janë të besueshme që ato dokumentat, kështu të thoi, po tham që ti i ki, a janë të besueshme që ka për në me diçka të Najt Hasani, në që ato letra? Une po tham po, e ti për me vërtetue, falim tash. Mundesh me taku, mundesh me taku, nëse ka diçka të vërtet, po, urdhna. Apo më pret në studio. Qysh apo pret në studio? Po, urdhna, unë për mu s'është problem. Apo më pret se po vej me letra ndorë. Me ato letra, si ku shka se ato letra nuk janë besueshme, ndërum. Nuk janë besueshme ato letra. Pa, për pret studio po vibur. Për mu s'është problem. Unë nuk kam përgjo kunder shehollit që unë me dasht ja kësha ndërprej djallit tem shoqërin Albanit me djallin e Fatmirit Aliorin, që janë shok shumë të mirë. E vërtet. Unë nuk kam përgjo kunder tina djalli ka kaluaj e koha e ka hangër kashtën, sot është këtë diçka tjetër ndryshe, unë e po shpresoj që edhe Zotin Sheholli ka mjaft respekt nga shoqëria tani. Bishpa ku? A pe pret studio se po dhëtë për studio? Por mu nuk është problem. Bazacan, nëse daj, urdha hajtë në studio, se po dhëtë unë e pret studio. Së problem për ata. Nëse daj... Letë shkon Fatmiri, kur shkon Fatmiri vjone edhe ballafaqohemi në studio, unë edhe ti, mërë gazetarë dhe shohëm, a janë ato originale, janë falsifikume. Ja, vetë pak, a munësh, më falë, o Inderum, Hasan, apo më dëgjën, o në deshta me dalë të qikja në qëto dokumentat tua, nëse janë besueshme që tua, të koka e besueshme pra ti kuja ke puth Danicës dorën, pra. Apo kuptan? Ja, nuk është e besueshme, adin për çka nuk është e besueshme ti. Po ku të të besuar që ty në përdesa në vitin 1997, kur ti po pretendon që to jenë ka shtypura me maqinë. E ki parasysh. Dhe jo mënyrë kompjuterike. Ky po pretendon që ti ki tash me kompjuter shkruane, basa asat. Po pra, dhe janë me qëllim caktun këto të shtypura, këto letra me qëllim caktun nga ish prokurori i Slobodan Miloševićit që ty ti kanë shumë dorë. Që ta moja merë nëse harra. Se që ato letra që ti i ki nuk është shumë zërë, hinë Google i gjanë ato, që ato i jenë edhe në Google, se di sa po më kuptan. Po këto jenë bo me qëllim caktun, o Inderum Zeneli. Apo më kuptan ku po du me dalë. Këto jenë ko me qëllime caktun me, ti i antari shtabit për gjithë shumë, ti nuk u të zamë usilë këtë formë, mos o banë, mos o më në mi emitu në Zimblacën, por rri si Hasan Zeneli,
si luftetar i liris, si antar i shtabit përgjithshëm, si antar i grupës setës flapit dhe rrit dinitaz. E di që ki halle, ki preokupime për çdo ditë, po maje vetën më sëlsha vetën burr. Maje vetën se je antar i shtabit përgjithshëm. Une veç një po du me ju thonë, që absolutikisht nuk kam asni halla dhe asni breng, se une me jetën e përditshme shumë mirë ballafaqohem. A mundesh më argumentu që ti si ke kërku parën ajta Hasanit për çit punë? Je më shantazhu. Po. A Po je i ç'është sigurt? argumentoj? Po. Ç'është argumentoj? Atëherë argumento përmes Jakub Ismailit. A Jakupi Gjallo? Nëse po shpifi, nëse ti menon që po shpifi diçka, mundesh po më çull në prokurori për denoncim, s'ka problem. Ja, unë prokurori se kam njët me që kërkan. Ja, nëse ti menon që unë po të shpifi diçka, urdhna që ka ki prokurarin. Pra, ta kish parasysh, nëse don më me ta cek edhe kafe ku ke pi kafe ti me Jakupin, unë më kam një tavolin mes. Edhe ke bërtit në nuk e cek e kafen. Po këtë ti pëllu nëse dënë, këtë po dënë, cila? Ja, s'po dënë, s'po më thëtë këtë që A po ta cek kafën a ju? Po mërë qysh ja? Po po thëtë, cilën kafe? Në kafeterin Nero në Olpion. Po që atë rrio në Olpion me Jakupin për dit? E thonë që atë rrio dhe më ka rastis biseta jote se ishe ka nervës Hasan Zeneli, sa shmë ishe bërtitëshe. Në ashtë atë shkujtoj se ke folim lëfosë, po ishte fjallë, më me ti argumentu që është dush. Dhe gjo, unë me bërtit bërtash, mu i me bërtit. Jo, ishe konim lëfosën. Hasan Zeneli, Jam konim lëfosën, a din për çka? A për din për çka? Jo, nuk e di të edhin. Se po shpefni ju gazetarë të Bubazhelit. Jo, shumë nga unë të argumentoj që është dushke. Ose ti të shpeshu për shpef. Nëse thot Jakub Ismaili, su ka që është në ty të kam parës. Që është dush? Qas që thot? Nëse thot Jakub Ismaili, s'ka thonë Hasan Zeneli, që është që ka dush? So një ka që të kumni. Tavolinën mes e këna pas. Qam këni, qka? Qka më këni? Ti së është të vërtet që më këni? Që kom lipu në këna parë, që që lipu në këna parë e kur? Veç pak, a ke thonë, më falë, a ke thonë, unë e si kam as 200 euro në kartelin e bankës teme, e këta kam milionat. A ke thonë që shtu? A ke thonë, i kam që tu krejt në telefon, ke thonë, i kam krejt që tu, kam jam zirë tonë veran, kam jam bo publike, kam jam bo në kështu. A ke thonë që kë Dibran Fylli është duke jetu me qira. A ke thonë? Tu nga të. A përshët që nuk ja full të katën. Hasan Zeneli, je antar i shtabit përgjithshëm. O ndërum, je antar i shtabit përgjithshëm. Je antar i grupës setës Llapit. Bashkë luftetari Zar Parazitit. Po ti të regom mu, kur po më takon mu, e me i po letra. Jo, ato letra i ku po në internet jam bre, Hasan. Po që ke po ato, jo. Po për zotën e më po. Po jeni dënu ju, po jeni gjyku ju, qëty përa me maqinjen ko, nuk je kom njërë kompjuterike sigur ta në kohë moderne. Po, me maqinjen, janë krejt letrat me maqinjen. Nuk janë me maqinjen, janë njërë kompjuterike të shkrune. Vesh nga një diçka, nëse qëto letra janë të dyshuara, falsifikuara diçka, unë e baj përgjërësi. Ti nuk mund të baj përgjërësi dhe të s'ke punua gjystar, as duke ka ekipe gjystare sa të, as duke ka e prokuroris. Ty ti ka vare shatë Milaki ti ka vare ato dokumenta, oj, ndërum Hasan, që ti po duke dadën. Në qëllim saktur ti ka vare. Po pra. A jene deshëm që jetë të full, mas pari. Kesh tyje, bas Hasan. Po, qysh jo, dëgjam një pak, mëse bo një halakam si kur zhobat në po, se mësë me marrë vesh kërkur shka po filitet. Hajde, okej. Po, dhe? Hajde, ka falë, po. Unë i kam letrat. Unë e kam u ballafaqu me këto letra dhe me shoqërin, se kemi formu ekip tashna. Me i konstatu letrat qëfare janë. Qëfar ekip e ki? Qëfar ekip e ki? Futbollet, të letra. Me ekipe kam Jakupin, kam shok tjerë që merën me këtë halë.
Po çfarë, më fal, mbi bazën e çkafit e ke formu këtë ekip, se s'po kuptaj. Çfarë ekipe? I bazën e kësaj që po thoni ju janë të falsifikume. Jo bre zotni, ti qa je të desh me bo me shtolet aty s'pi di për çka ti po del po fol në emision, po shpif kundër njerëzve të caktuar, kundër shokëve tu, konkretisht kundër shokëve tu po shpif. Nëse gjykata e konstaton që kjo është shpifje, unë e pranoj dënimin e merituar. Pa jo bre se nuk kanë rregull asa se nejli ti me dal me ato letra e me bo kamuflazha këtu. Apo kuptan? Nuk ta ka ty se ti, ti më ke thonë mu nëse unë e mbroj Najt Hasanin. Jo veç diçka, nëse ti ki me drejt në aton, kena me të mbroj ty. Po nuk është ashtu që ti po më nëse që të letë aty ti ka vonë Rashat Millaki, ish prokurori i Slobodan Miloševićit ti ka vonë. Edhe ti ka vonë me qëllim caktun, a je i vedishëm. Masa ato janë, po pse bashkë qitku? Pse s'ti prana që ke lutare? Po thot pse bashkë qitku ke dole? Pse bashkë qitku ke dole, po thot Agimi? Qka të desh në qitku? Qysh? Po qa të desh në qitku që ti pinzesh dhe leta, pse? A je, më falë, apo do në me shku në gjykatë speciale më bo dëshmitara, qka? Jo, unë me dosh, për qka me shku më bo dëshmitar në gjykatë speciale? Qfar problemi kam unë? Po pse pinzesh dhe leta ishtë tash, pro? Pse s'pi pranët që ki halde? Po pinzesh se ju, ti personalisht, ti, Bubazheli, a je Bubazheli ti? Qysh? Bubazhel për të? Jo, unë kam em në agim. Po mirë dhe s'po ta di janin, po a je që ati portali? Yes, unë s'jam Bubazhel. As s'pi di kë term s'pi di ku lidhë. Gazeta papirës. Aha, më falë, u kërkoj falje, unë më nërë kërkoj falje ku ka bëj. Jo, që portali. Ka venu që e ki Bubazheli. Po s'pi di kërkoj Bubazheli. Jo, që portali, po bani shkrime. Bubazheli pikon. Jo, që portali po bëni shkrime më të vërtet për me shti njerëzit në me veti. Jo, në nuk e dojnë. Falë, basa Hasan mos të akuzë. Por mi ushtimi Euronë në beseti, ka mujtë mi ushti që ajre Rashat Millaki, se ajo është prokuror sëllë. Portalet e Kosovës nuk financojnë nga Serbia. Nëse ti e ki një fakt për një portal që financojnë nga Serbia, të luta të punojnë prokurori speciale, më nërë. Qështë? Unë nuk kam fakt, por këta duhet pak me thirë Hasanin një herë për një shkrim që e bojnë për ta. Me thonë, ashtë që shtu ajo Hasan. Kërkosh s'ka bo për ty, kërkosh s'ka bo për ty. Po s'ka bo kesh kërkosh për ty, pa Po ti po fol vetë, se kërkosh s'ka bo për ty. Jo. S'ka bo kërkosh. Unë, nga një kënej, qa bojnë e menajitin? A vlaznona, a nestra dal pi kafe, a e shoja më shonë. Të e në problemet tona, njëtë në të najitin. Së më në shkurti me konë ma indishëm se unë e për najitin. E pse Najt Hasani s'po mirët ish me ty, dhe që kjo më kalon shumë për shtypi, pse? Po merët se pe qënë të lallin bisnimin, po që ta është smerë në asënë me ta bo nga pi. Po ma mirë më s'mo mirë. Jo, nëse doni me i fry zjarmit, fryni. Ja, ose jam për mi fry zjarmit. Jo, ti vetë ke dhe zjarmit se kërkurs. Ti ndërum gazetar. Une letrat i potat not me veti. Edhe nuk e lexova opinionit. Me gjithë se, më luti gazetari... Ato letra në internet, janë o vla. Nuk i sen s'ka në të leta. Internet ato, ja. Jo më që ka vinë më sishtu që të i gjoj, Allah. Që të i gjoj. Sa kam duhe me ato leta më bre se Serbia i kanë shu ato, Udba i kanë shu ato leta, që ja ka qu ish prokurori Rashat Millaki. Ja ka qure Rashat Millaki, ish prokurori Milošević. Më s'kam një gjenë me shpejnë a iti, se s'ko vjen mirë. Jo, ma s'ka valide ato, s'ka validitet në ato. Me ka në iti shmerë me këtë punë pasë mërë. Ta ndërpresmi mirë e ki, falimderit shumë. Ta ndërpresmi se mirë e kimi që apo kollës jam ma shumë, falimderit shumë që ishe. Une ju falenderoj dhe ju që më keni bo këtë telefonot, se kom pritë që një orë më tepër. Kërkoj falje shumë se pak në ka zotë gjerimi, Jo, hiq kur gjo, veç me mua me na hitin mës të merën gazetar. Se merë mi na vetë me vetë vetën. Kaq. Falimderit shumë në autonë e mirë. Hajde tëmë. Tëmë. Pa gjemë ta përë një kërcënim për blekë, ma kërë të s'ka gjë nuk. Qëfar kërcënimi? Tha më së meni me mua, tha jo.
Veçanërisht ti. Ai tha unë me naitin ta mera vet, po është me asonin edhe që zonë me mu pe ullë. Është një diçka interesant që naiti su merr me ta. Sinqerisht, as beslimi jo. Ka rastit jem në atë kafeteri. Çka po pretendon ti me këto agent? Po mendon që është shantazh të dish me? Po dhe emisioni, po e ndëgjove emisionin me kujdes që ka pas do më intervistën në këtë studio, le me nën kuptu që kë ka shikoj emisionin dhe bëhen një analizë. Po ti po pretendon që ky domethënë po do me shantazhu? Po shantazh, po më mi shantazhu, so me pa pare, ka hallë, po është mësuar të shkesh, mu po vjen keq. Mu po vjen keq pe dinon I thash, je antari I shtabit përgjithshëm, je një ndër antar e grupit e qetës Llapit, që I kanë thonë këta. Kështu që do të rënë që aty se minjërash, e di që ka hallë, ka frustrime, ka ashtu, po me këto leta që ky prezenton, këto janë konkretisht janë me porosi dhe për ma tepër janë prej një personi që është me të kalume, do më thonë, që ka qenë në tonë e dina ku shukon Reshat Millaku, që edhe I nderuar I Fatmir Edin Kushok. Është e vërtet Fatmir Shehulli që Reshat Millaku ka qenë prokurori? Ka shumë njerëz që sot I ki avokata që kanë punuar deri në vitet e 93, 94, 95. Edhe ka qenë gjyqtar famkeq në atë kohë. Pra në një farforme, Agim Boti sot po e pohon vetë që kjo është shantazh, ç'do pi thotë? Është publikisht më e tham që është po. Jo on. Jo on pi tham pra. Unë thash atij dhe se ka mundësi vetëm në digresion të shkurtë. Por mua është shumë e çuditshme që për këto çështje hapën tash siç është rasti edhe I komunikatës babait tim për cilën u bisedu në Hagë. Është e vërtet, je kanë alçur në evidencë. Dhe për cilën duel shtabi përgjithshëm I Ushtrisë Shërimtare të Kosovës dhe tha që kjo çka ka thonë Fatmiri është e vërtet. E ka thonë Seguli publikisht në Hagë. Edhe tash unë vetëm e bëj një pyetje. Pyetje publike me të drejtën time. Në agent të kuj shkojnë këto veprime të njerëzve të cilët s'kan folë dhe tash kur, edhe tash dalin e flasin kur janë njerëzit Hagë. Është e vërtet. Pra, mu më qënë këtë dyshim. Se unë babën tem nuk më imi nëzirë me në gjallë. Unë në gjallë dhe me ditë kushta ka vra. Unë mund të them që kom lexue për njerëz ndryshëm edhe ai që vetëm një orë ja ka dhënë Ushtrisë Shërimtare të Kosovës. Unë e përkulem para secilit prej tyre. Për veprën, por ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm sepse ujit me këto veprime, me këto deklarata të këtilla shkojnë vetëm në mulli të armikut. Am lejoni 10 sekunda se e kam patjetër obligative me thirrë edhe njeriu më të afërt, më të afërtit të Zahir Pajazitit, Avni Ajetin, sepse ka reaguar në Facebookin tim, e kam pa një koment e duhet patjetër me thirrë. Kush më mirë se Avni Ajeti ta sqaron këtë punë. Nuk e di apo i ban. Përshëndetje Avni. Avni përshëndetje, jam Sadri Miri prej emisionit Këshia Show. Ka Sadri urna? Si kalove, u lodhe? Mirë, faleminderit, mirë. Jemi live në emision bashkë me Agim Butën dhe Fatmir Shehullin. Mirë po në thira në lidhje me një koment që e ke dhënë aty në Facebook për ish mysafiri që e patë më herët Hasan Zenilaj. Çka keni dashur me thonë me atë koment? Po, bre, sa dritë tash të ka njëherë njerëz dolin prej vetës, a pe kuptojnë? Po? Edhe ai djoli ma mirë konë me heshte me nejtë. Që shiko hije, se me dollë me bo aty, pas I farë filmash për opinion, që s'qojnë pesh kur gjë. Kështu që unë e këmë dhunë komentin edhe e dina I mirë so herë e kemi bojt në atë veti, që mës me bo se farë filmash, po... A është e vërtet që Zahir Pajaziti e ka qarmatus Hasan Zenilin? Po, ajo është e vërtet, bili ku jenë shku me qarmatus ato, kanë qenë Selim Haziri, Sejdi Roma, Muharrem Ismaili, Rustem Mustafa. Edhe Remi ka qenë, a? Po, Rustem Mustafa kanë qenë, e kanë qarmatus që e ka posa një 2
apo 3 orë në vetat. E pse keni qarmatos, lutem, pse? Qëre, Por dhe? në vitin 1996, kur kem bërë aksione me sulmu stacionet e policisë. Aj ka qenë me agim makullën. Po këtu është një problem shumë i madhë që diku në vitet 94 në fillim ose fund 93 e saks për kujtuhet, kur e ka sulmu e Zahiri atë policin Famkeq, apo milicin në Cipiripin, që i ka dështu ormja, realisht anaj është tërheqe dhe atë orme e ka mujtë sekret. Për mos me dekonspiru, po. Po, edhe aj me 2 gusht, dhe më thonë se atë orme, një periudhë Zahiri e ka lënë të një farë Muhameti, i asojohë nësë atje saks për kujtuhet ashtë se janë goti 25 vjetë. Po? Edhe, kër e ka përdur kë pushken që e ka posë ndalume me përdur atë ormë, kë e merë bombën, ja hek sigurisë me vetë, dhe me një tel tjetër, dhe e gjunë bombën dhe më thonë aty, aja nuk pelset, kurse Zahirit ma vën i thë që ndashtaj bomba, dhe ormen e mere përdur. Më thonë, pa leje tinaj, pa menatim ti, po. Sepse aja ormen nuk është dosht mu përdurën në region përdujës, as kur kënë është para po në atë periud me tërhesh dika me quhe komunavtia. E qka i tha Zahir Paraziti asë kur e ka përdur atë orma? Të kujturë? Neve, mas një periude, dhe më dhunë Zahiri, me gjitha ta bjemë që kishim morë pjesë në aksion, dhe i keme ndëgju se si kanë kalu, se si është ka përsyja i farë aksioni, kur jemi taku me Hasonin edhe me Zahirin, dhe më thunë aja ka njësë mu ankue, kështu e kështu, dhe thët që e kom përdur edhe pushken e juaj. Aty Zahiri dhe më thunë të merruhet. Edhe ma vanë, dhe më thunë ju thët këtyne vdjemve që i përmena dhe me shku, thët mja morë orme, 2-3 orme, qaj ka posaj, qaj ka nënë atje, dhe shkojnë e qarmatusin këta. Masa tinaj, kur fillojnë pastaj maltretimin të aj vlovi ati Muhametit, e rehin atë vlojnë e Muhametit, se Muhameti është tërhjeqaj dyku 94 e ka dollë për Gjermani, ku kom taku edhe vetë, atje dhe më në Tiron me Zahirin, dhe me atë vlojnë e Muhametit ashtë të rejënët për gjokën e qojnë para shpi Zahir Pajazitit dhe se thëtaj një pusht dhe një dë vjetë ma përbora se t'ja kalun Zahir Pajazitit Muhametit edhe kështu fillën me lypa ja ormë. Pas i hinë aty në shpit Zahirit, qërimi, boba i Zahirit nuk qëllën në shpit, qëllën mladëfs në familje të Sabitit, sepse kanë lidhja të familjore, e morin Bajram Pajazitin e bjenë në mladëfs. Se kalzan a i thët kua qërimi, thët kështu në mladëfs, edhe kur vinë në mladëfs e morin qërimin, Bajromin, dhe dykun në fushat Qajkrusit i maltretuin atë shumë, sa që i lomë për vdekun në nora Qajkrusit. Pro këtu fillën një kja asoj ormes. Pra ndaj në nuk duhe me u morë shumë me atë, sepse aj ka dorë për i vetë vetës, nuk është vetë vetja, që që atinaj e mirës ka qenë me heshtaj. A i ka thonë thëjë që e ka matuaz vetë Zahir, jo Zahir e thonë. E pse visha një pytje për fund, avni të kësha lutë, a i ka matuaz vetë Zahir Paraziti ato ju? Po, një periudë me thonë ka qenë a i... Dëmo kjo pibje, si pas juve, pibje që ka qenë njeri i pabesushëm, se më të armatus edhe më që armatus, të na? Pej dy gushtë, tek nej, perej problemi që i kanë dorë.
më thonë, edhe me familje, edhe me orëm, edhe me, më thonë, Zahiri, e ka qarmatues edhe i ka reduktu takimet me të dhe s'ka dosh më morë me të. Edhe pse, për shembull, Hakifi ja ka të hizë gjithmonë vërejtjen se ky nuk është person stabil. Avle, faleminderit shumë, s'po t'lodh me ma shumë, faleminderit shumë që u lamëruve live në emision. Notën e mirë, faleminderit shumë, ishte Avle Ajeti që kamera se në është të zbesani. Faleminderit shumë të artërgjitje për avninë se dojë, pa? Ma shumë s'kem shka folmi për këtë qashtë e kur, veç ja shali s'kenën Altin Ajzerit me kongën e Zahir Parazitit. Pa tjetër. Treta temi Zahir o vëllaje, dojmo me nis, o më luftën o me shkamëre. Zinja u priten në merdar, masa ma lëshon, ku nas njate gjallë mre. E u thirë ma ti Hakifin o Edmondin, dojmo me dal që t'jenë lotët me i dani. E u la pashtica tret prekazin, a e kem gati ojna komandantin. E komandanti në balë të shtrise, ju rogë grykës hajdet që qavices. A ishdojnë koder, o ishdojnë koder, po këshiron dërbije, ma vështron Kosovën me syvere. Po i Kosovë të qënë shafale, këshirë mitrima do për ti qpo pojnë mre. Brici shkinat, ku ka vica, na paroj, haj la pashtica. E t'jep dhe lopit, e t'gollotut, ja parun, o ushtrin e shkallot. E duka gjini me të rimat vete, o komandantit i urojnë suksese. Edhe pushkave poro e kujton kërsiti. Jo qaj e Zahir Baja ziti ohe. Rënofsh. Faleminderit shumë Altin Ajzeri, është i mrekullueshëm. Altin bre. Bashkë me Ajnurin, që jam ma zhokin. Ati veti, bravo, të e lidhje. Ati veti edhe një diçka, patëm vizitën e ish presidentin Hashim Thaçi, dhe me thonë për babojnë e ti, zbanë më në kalu kjo pa e shtilu si tim një. Ti si bashkëpunëtor i ish president Hashim Thaçi, si të do Hashimi? A do të thotë kjo që vizita ti në një farë forme e paralelon edhe lirimin e ti?
E para, i dëshirojmë babojt tina shërim sa më të shpejt. E dyta, këta jugo-nostalgjikët jenë të merruat ditë, veç që kanë po. Si kanë po këtu të merruan. E le mo kur të vjenë. Në këtë Kosovë. A do thot kjo që në një farforme nashta është si paraprirje për lirimin e tij nga Po jo më këtu që Amerikan kom me Trump e me Grenell e me krejt pa drejtësi shekullore, kës mat men që njerëzve me materiale të shërbimit sekret Serbis me i dalë për para njerëz të cilët lidhje nuk kanë, shpifin, rajnë, gënjeshtra, dhe natyrisht që çlirimtarët do të vinë Kosovë, Sadre, ti e drejt që ki do informacione. Kështu me 4 prill, përfundon prokuroria dhe mos ka... Përfundon dëshmit, po. Fillojnë mbrojtja me i thirrë dëshmitarë, që i ka. Dhe kjo e kanë orë të caktuame. Unë besoj që deri në shtatori kryin krejt. Vendimi për lirimin e tyne mund tjetë në 9 10 të këti viti, mas lartë, maksimumi është janari vitit tarshëm. Në më vitin e ri, ashim thonë që përpret kanë Kosovë? Do të apresë në zbashku me ta. Do të gjithje për Fatmir Shahullin. Fatmir, e ki da, para se me kalu të Agimi, se edhe Agimi, ndesh për... Pja mor me një informat të Agimi, se Agimi është ish bashkëltore, ashim thonë që të burë. Unë e pas shumë bërë që këtina. Se kur do kanë thonë këtu në emision tonën e kena arru me vra, a ka thonë qështu për mu më doke? Po, jo më doke po. Kanë thonë me më ruhe... A i tha dhe vetë? Që kështu kë pas ka ruhe, mës me më vra shkijet. A i më ka ruhe me më vra kështu, e kuptoni, po unë jem gjallë. Agimi ku ka ma i fort? Edhe, po se më ka ruhe, për shumë mirë. Edhe Zoti i len njerëzit e mirë që në këtë botë ta thojnë të vërtetën. Bravo, e vërtet. Agim. A da jam këtu. Po shumë e vërtet. Agim, çka mendoni për vizitën e ish-presidenta Hashim Thoçit? Shiko, është një diçka shumë e mirë, pasi që këtu kemë bëjmë një vizitë humanitare, gjë që e lejon edhe vizitë humanitare, po me kënd me Rusë Agim. Ja me njerit me dëur aty sikur me pas. Po pra, do më thonë, sa i përket kësaj çështje, ata kanë protokollin e vet që i ofrojnë siguri të paraburgosurve, dhe unë një diçka e poshtë, një element të mirë e poshtë që zotëri tha që ishte me durë zgjidhur dhe keni parasysh ato përshëndetjet, aja ishte një diçka shumë domethënëse. Kishin dalë shumë me prit? Për faktin që jo, kishin dalë edhe ma shumë, po nuk kanë qenë të informuar. Për atë arsye nuk e kanë paralajmëruar se kishin ditë që i bëhet. Kemi të bëjmë një vizitë humanitare. Ne i urojmë basës Haxhi shërim sa më shpejt. Patjetër. Po ashtu edhe ne, stofi misionin. Nga krejt kjo ishte një se me të thirë ndarë, se me arë prej burgët me shku ndarë, se me është pak një emocion e lema me shku me pa një në smut. Pamjet e ish presidentit ishim pak kështu, po ato janë pamje emocionuse, gjë që unë një diçka vërita një element që është shumë i mirë, që kur krejt kanë pritë që Hashim tha që tjetë me dur lidhur, a ishte me dur zgjidhur dhe nuk pat në i penges. Ndërsa sa i përket të anës e asojna, ata kanë protokoll të vetë dhe i kanë ato procedurat e veta, kështu që nuk është një diçka për mu... Kalëm tek, falënderoj shumë, kalëm tek politika aktuale në Serbi. Fatmir me 15 mars janë paralajmëruar protestat fuqishme. Apo të ruajnë edhe ty me të vronë kush. Ka hi Brnabiçi me fuqisin po rrehin njerëz, studenta, është e vërtet? Sepse njerëzit nashta e dinë, nashta nuk e dinë, po te e dinë që unë udhëheq që jam drejtor ekzekutivi në instituti për marrëdhënie ndërretnike, i kena zyrët edhe në Beograd, atje e kemi një hebreje, sepse unë nuk po muj me shkua nena, ti kallëzojmë edhe Hasanit edhe këtyne që dalim me këso që e jem lizez Serbis, me bo me në nëzonë, vaj halli për neve, po Serbia s'ka mujt me në nëzonë edhe kur jem konë në mesin e tyne, në sigurim sekret Jugoslavis, ja u kom zirë letrat, ja kom që Ibrahim Rugovës, e le mo tash, kur jena në liris, muj me në nëzonë, muj na ata me nëzonë. Dëgjo, ke djali Trumpit të Vučići para 2 dite. Pse?
sepse Vučić është ka kalu një lojë këgja Të rrezikshme. interesante në këtë konceptin e ngjyrave ekonomike të Trumpit. Dhe nëse e dini, i pat bombat e NATO-s shtabin e përgjithshëm të ushtrisë si Jugosllavisë midis Beogradit kanë bombarduar. Dhe e kena pa ato foto. Qatë vend ja kanë dhonë rreth të Trumpit. E ky djali i Trumpit ka shkuar me biseduar disa çështje që kanë bënë në aspektin ekonomik. Mirë po, jenë qo student koma atje në Serbi. Domthonë nuk u met student nesër, se koka e premte. Jo, ishin qu pesat do veteranë, çështë të fal. Jo, studentët janë ngrit në këmbë në Serbi mirëxue Vučićin. Unë e di historikisht atje çka kena lexuar deri tash që këto lëvizjet studentore kur e kanë për ime, nuk lënë pushtet mikit botë perxue. Por kjo fillimi i fundit të Vučićit, ndoshta shtunën nuk erxojnë, por që do të fillon rrënimi i pushtetit të tij, këtu dilemë nuk ka mo. Këtu e kem dhona nga zyrja jonë që e kem në Po një pyetje shpesh se po harroj. Hajde. Pse për shembull se e kena ftuar në emision po është frigu. Ka hezitu me orë Branislav Krstić, që 3 javë atë lut me orë në emision, me përball me Fatmir Shehullin, nuk ka guxim. Jo, Qëre, nuk di, a ka guxim. Sadri, janë disa Serbë të cilët... Jo, në fakt se isha ashtu me po pyetjen. Pse për shembull, domethënë gjithë gazetarët, shumica e gazetarëve serb që domethënë punojnë edhe veprojnë në Kosovë, po edhe vinë e pasere siç është Radomir Dimić, janë përkrahas të Albin Kurti. Unë veç po duhem me thonë këto se për këtyne gazetarëve, Radomir Dimić nuk është gazetar. Ai ka qenë drejtori i tjegullorës në Podujev para lufte. Domethënë ka qenë pjesë e nomenklaturës politike të asaj periudhe. Po shumë edhe nga përprotesta që përmend Albin Kurtin. Pse? Ka qenë ka pas një parti politike këtu në Kosovë me një Dragi Shamirić, zbashku kanë konkuruar, nuk kanë mujtë me marrë deputet. Për që për shembull ki rastin e Krstićit për kur? Krstić, edhe ky tjetër. Pse ata nuk vinë me mua mu ballafaqu këtu? Pse? Dëgjoni. Unë nuk jam kritik i Albin Kurtit si kryeministër. Unë jam kritik i veprimeve të tij, të cilat na sjellin në një situatë të palakmueshme me Amerikën. E pse po përmendin Kovend? Dhe ky fakt që unë e them publikisht, e ka bo Albin Kurtin me ma përmend emrin. Kovend, me më thonë, Udbash, me më thonë, shpejon e Serbisë, me thonë, këto çështje, sepse unë nuk e kam rrajt kur edhe Serb, kur kam punuar në shërbim informativ të Kosovës, zoti Sadri Imeri. Atë punë e kam krye, me krijuar ambient për komunitetin serb që ta pranojnë realitetin e pavarësisë Kosovës. Dhe ky fakt ju dhem do dove. Unë nuk e kom shef kur që 2 vite gjys kam qenë pjesë e analitikës e sigurimit sekret të Jugosllavisë, në Kosovë, në Prishtinë. Atë periudhë, 2 vite e gjys, unë me letra, me përgjime, me qka kom mujt, i kom quhe, se Ibrahim Rugova, nuk o konë që këj atër. Dhe atë periudhë, unë ja kom dërzuar njëret cilën kena i ti me ta. është Shaban Mehona. Po, e vërtet. Pastaj e kom lëshuat, sepse merdhen informatat që mujtë dekonspirohem, dhe e kom luë, lojnë që kom luë zbashku me profesor, edhe profesor Agani ma ka mundësua pas talden nga zetari. Shkurtime se jemi minutat e fundit, dojnë me një tim tjetër. Po? A do është paralelu shumë herë vizita e Granellit në Kosovë? Pse se dhe bo? Granelli është në Kosovë. Nëse nuk o fizikisht, a i këtu është. Po fizikisht, kur do t'janë? Po mos të merrohen bre këta burrat, se po tutën për Granellit. Jo bre burë, që përdojna mos përna e zhjith që të ngërqim politik. Jo, ngërqim politik mund vetëm populli i Kosovës ta rregullon këtë. A ko me orë me mesazh qartë nëse vjen Granelli në Kosovë, Fatmir? Granelli nuk bën qeveri. Jo, Granelli thot, i keni marrë obligimet ndërkombëtare, dëgjoj. Na kemi obligime ndërkombëtare, kur pithojnë këta njerëzit tani pse pithu, po na s'kem çore pa thon. Se i ke marrë ato në obligime dhe ka marrë Kurti në Ohër edhe në Bruksel. Edhe ky tash, është një farë fjale popullore, ku po do na lëm kopilin dorë.
Po kjo punë do të mu krye. Amerika, që Amerikë që unë kom lexuar për to njoh, unë nuk kisha dashur këtë Kosovë as një njeri tjetër, as këfar, as kur gjë, veç Amerikanët me postu. Edhe me pos ushtarët Amerikës, as një hiç tjetër, hiç. Evropa ku ka shkuar? Kalon probleme. Amerika është ajo që ka mbrojtur dhe ka shtruar këtë vend. Nuk ka tjetër. A mendon që ka marrë me mesazh short? Pra, ne duhet ta dëgjojmë Amerikën. Amerika s'po na thon bënu servil ton. Kur s'na ka thonë? Por me dëgjuam, me koordinuam me ta, na duhet se na nuk kena shliruar vetë. E kush mendon që do ta formojë qeverinë, Fatmer? Do Qeverinë. të kryeminist Albin Kurti. Qëra Albin Kurti mundet më bu kryeministër, por një njerit që nuk ta pranon Amerika, nuk ka çka dyn. Për bes nuk ka nuk. Unë e di që ka fituar një 4-8 deputetë, sa e ka fituar, dhe të formon burë. Por ti je në sankcionet Bashkimit Evropian, je në embargot të Amerikës, kje probleme në veri të natyrave të ndryshme. E njët në odë, basë Qendri Fatja Shari, që ka i tha Ministrit Punëve të Brendshme, se nashta ju Po, gënë kosha apelon të vëna. Ja, dha një mesazh. Edhe mesazh më të mirë, më burrnisht. Çka tha? I tha se herë këm ngue une, ma mirë më karo. Kjo është mesazh jashtëzakonshëm. Bravo. S'tash ka ik. Drejt për jetë. Jo, po kjo është e vërtetë. Domthon në familjen e cila unë kisha shpoll ato burr mbretëror. Se s'po di, domthon mret do të më shpoll familja e Shari. Ajo është o burri mbretëror. Është në histori nuk mohet men ku në botë kjo çështje që ka ndodhur. Pra, nuk po them që të bëhemi mbretëri, por ai vend e meriton titullin e mbretërisë. Kur ato fjalë, kur të thuhen në odën e Adem Jasharit, e i dalim pej gojës të Rifat Jasharit, ajo është amen. Amen, aty s'ki çka flet mo. Ai e tha. E çka mendon ti, se jemi minuta, çka mendon kush do ta bëjë koalicionin? Te bo kush duan, unë e veç duhet që Amerika me konë me neve. E serbët ta shkojnë me Albin Kurtin? Po s'po më intereson puna e serbëve, bre. S'po më intereson puna e ty në heqa, po kupton. Po që e ki ti që ata të manë për ndërretnin kje? Ja janë gëm, ata janë pjesë të kushtetutës tonë, ose adre. Pa të shkojnë koalicion, po jo? Kusht e formon qeverinë. S'ka hall pa e ollo ministrinë atyne. Nuk ka hall, se është kategori kushtetuese, thët kushtetutën cilën ne e kemi aprovuar. Këtu, na, mu në me buqe vete, jo kësë po do me këta, jo kësë po do me ta. Dhe gjë, ne duhet një herë për gjithmonë të flasëm me të vërtetën, duhet të zgjedhëm njerëz të cilët nuk e kam problem me shku në Beograd, me folë midis parlamentit Serbisë, me ju kallëzu që ka keni bo në Kosovë. Po shkurt. Edhe me i prit, demokrat, njerëz sërbë, se nuk janë tonë ata. E vërtet, Fatmer, shkurt, se është pyetja e fundit. Hajde. Kush do ta formojë koalicionin sipas teje? Ka Zana Burni me ne me yti? Ose më shef se ti e di. Dëgja, ja po me dhon mendimin tash. Mendimin tan. Unë mendim jam kom qef më krijuë qeveri e cila është totalisht pro-amerikane. Kush që i bjen mi formua që ata që nuk janë anti-amerikan, po janë pro-amerikës. LDK, PDK, AK. Në kofshin të meqëm, po me koni meqëm edhe Albini du të mi po këtë punë. Jo pëse jam e nëjtë keqen, sinqerisht se unë jem rrit me to, një hymje. Por, kur te pajsh që nuk po të dënë Amerika, dhe gjë, nuk shkojnë në zërë punë. Qka ke thonë këtë dolë, Fatmer, kush do tjetë kryeministër si pas të jetë atë shumë apja qëllan? Shkor. Kryeministër Kosovësa? Për bes... Gëmirja Bedreomza. Nga që qysh po kom qef unë. Unë e kësha pas qef që në prill të vitit tarshëm, aty ku janë ndërprejti kjo gjykat e pa drejt, të vjen president Hashim Thaçi. E vërtet, po e kryeministër... Në prill të vitit tarshëm. E nëse është Hashim Thaçi president e vjen nga propozimi i Partisë Demokratike të Kosovës, atëherë kryeministrin do të mjalon dikuj tjetër. Që Lëmira? Po tash Lëmira gjendet një kompromis. Hajde për ajko. Bravo, të ardhë vitë për ardhë. Faleminderit që ishi, që në pjesën e dytë e kam në mësafirit speciale e për Shqipërisë. Faleminderit e për jush për mundësinë. Thank you very much, Fatmer. Faleminderit e për juve shumë. Faleminderit shumë. Fatmir që dhe me neve sonte. Faleminderit shumë, do të gjeni për Fatmirin edhe Agim Thuti. Ma shumë do shqiptoj ka, faleminderit shumë. Kemi pas pak.
me musafiren e tjetër.